Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sporteve Qasem Dervishi i Shkodrës, ku sapo ka nisur takimi i futsallit në mes Vllaznisë dhe ekipit të forcave të armatosurave të Shqipërisë. Takim ky i vlefshëm për javën e 6, kampionati kombëtar i futsallit të Shqipërisë. Kampionat e cilin e kryeson ekipi i Vllaznisë. Skuadra kuqe blu, se sot luan me uniformat e bardha, është në sulm që në start të takimit. Kërkon golin e parë, pa tjetër kërkon golin e avantazhit. Vllaznia ka nisur me një formacion disi ndryshe nga radhët e tjera. Sulmi për ekipin e forcave të armatosura. Shikojmë që në fushë nuk është kapiteni i skuadrës Alcid Tafili, në nxemje ishte, por nuk e ka thuar nga fillimi dhe shiritin e kapitenit ja ka deleguar Besport Gjoklejt. Ndërkohë që për kratin në fushë është edhe portieri Tafa, është Samir Hyseni, Joaldit Ziku dhe Mateo Çardako. Kjo është pesë e parë që ka nisur ndeshjen. Ndërkohë që Alcid Tafili është në stol së bashku me drejtorin sportiv Arbet Xhaferi, duke drejtuar skuadrën nga stoli. Nuk përjashtohet mundësia që në vazhdimsi Tafilit jetë në fush sipas nevojave të skuadrës, por për momentin i ka dhënë hapësirë elementi të ri ku nga porto është Tafa, Çardaku dhe Ziku, dhe Tafa në këtë moment ka pritur në pozicion një gjutje të forcave të armatosura. Takimin po ndjek prej së afërmi edhe presidenti i futsallit të Vllaznisë, Fisnik Barbullushi, i cili nuk mungon në asnjë ndeshje brenda dhe jashtë Shkodrës, vetëm ndeshjet që ka munguar se nuk ka qenë prezent në transfertën e Vlorës, ku Vllaznia fitoi me shumë emocione 4-5, dhe në këta momente është goli i parë i shënuar nga forcat e armatosura. Befason ekipi Mysafir që shënon golin e parë në avantazh 0-1. Ekipi i forcave të armatosura me numrin 14, Sergio Aliaj. Sergio Aliaj ka kaluar në avantazh ekipin e forcave të armatosura në minutën e 3 të ndeshjes. Vllaznia 0, forcat e armatosura 1. Dhe vjen me njerë goli i barazimit me një gjuhetje potente të Joald Ivzikut, barazon shifrat brenda 1 minute. Aliaj për forcat e armatosura dhe Ivziku për Vllaznin barazpesh 1-1. Sapo është mbyllur minuta 3. Sulmi për Vllaznin është Çardaku, Hyseni, Gjoklej, Ivziku, autori i golit të barazimit për Vllaznin.
Gjoklaj, Hysheni, Çardaku, vazhdon ta qarkulloj Vllaznia topin, e ka zëdhura skuadra Mesafire. Vllaznia luan në këtë ndeshje me këto emra në protokollin e saj, ndonë që në formacion janë një pjesë tjetër nga fillimi i ndeshjes, por protokolli është ky, është Maldin Tafa, Samir Hysheni, Besfort Gjoklaj, Joald Ivziku, Mateo Çardaku, Fatos Behari, Semir Gokaj, Denis Çokaj, Rej Boshti, Rigers Xhahysa dhe Alsit Tafili, cili është dhe trajneri i Vllaznisë së bashku me drejtorin sportiv të futsallit Vllaznisë, Arben Xhaferi. Vllaznia pranë golit të dytë që ngul Çardaku, përsëri është Vllaznia në zotërin të topit, ndërkohë që skuadra Mysafire, forcave të armatosura, ka në protokoll këtë përbërje, është Albert Dervishi, Marius Braculla, Sergio Alia, autori golit parë në këtë ndeshje për ekipin Mysafir, Eris Lekic, Andi Gjetsi, Igli Demergju, Florian Sada dhe Erind Vogli. Takimin po gjykon një dyshe arbitrash ndërkombëtar të futsallës Albano Stolaj dhe Arlind Subashi. Në tavolinë, në kronometër është një gjyqtar shumë, dhe Mateo Çardaku ka kaluar në avantazh Vllaznin, minuta e 5, Vllaznia 2 dhe forcat e armatosura 1. Ivziku dhe Çardaku, 2-3 të talentuar të futsallit shkodrane, janë autor të golave të parë të Vllaznisë, që me siguri do të ketë edhe gola të tjerë në vazhdimsi. Vllaznia ka lëshuar në lojë dhe 3 forca të tjera. Në lojë është dhe kapiteni Alsit Tafili, Semir Gokaj, si dhe numri 11 Rej Boshti. Tafili, armatosura po shfaqen një ekip ambicios, ndryshe nga ndeshja e parë që janë mundur thellësisht. Sot defasuan teksa shënuan golin e parë të avantazhit. Por tashmë rezultati është 2-1 për ekipin e Vllaznisë, ku luhet minuta e 7 për pjesën e parë. Si tha më herët, takimin për gjykon një dyshe arbitrash ndërkombëtar të futsallit, Albano Stolaj dhe Arlind Subashi, ndërkohë që Jetmir Podgorica, një tjetër emër i spikatur i gjykimit të futbollit, gjyqtari top listës kategorisë ABCD superiore, që krahas gjykimit në futbollin e madh në superiore, tashmë është edhe i angazhuar tek futsalla. Klajt Përpunja është delegati i Federatës Shqiptare të Futsallit Shqiptare, që po ndjek këtë ndeshje prej së afërmi. Boshti, Çokaj, edhe ky aktivizuar përpara pak çastesh. Tashmë Vllaznia i beson një formacioni me përvojë. Tafili, Boshti, Gokaj, Çokaj, ballore e tij,
është blokuar nga Gjetsi, Andi Gjetsi, i skuadrës kundërshtare. Arsit Tafili. Goka e majtë e ti, por nuk gjuan, majtë e ti është vdekje prurse kur godet dhe shpesher përfundon me gola, si ishte edhe rasti i kaluar që ndaj ekipit të Tiranës në klasikin e futbollit shqiptar është në golin e parafundit, golin e 5 në fitoren 6-1 ndaj Tiranës. Gokaj. Tafili një findeti ideale, topin loj kombinon me Gokajn, përsëri Tafili tjetër findeti dhe përsëri të Gokaj, kjo dyshe kombinative. Boshti Gokaj kërkon një hapësirë për të goditur, por nuk e ka akoma një të tillë. Tafili e fut topin zonë. Gati shkoj një autogol në portën Mysafire. Topi në vijën fundore, goditja kjo ndi për Vllaznin, Tafili për Gokajn. Çokaj. Alsi Tafili kombinon me Gokaj djathtë e tij. Vdekje prurse, kemi thënë, është goditja e Gokajt, jo vetëm me të majten, por këtë radhë me të djathtën. Arma ati me fort është majta, por këtë radhë ka goditur me djathtën e tij, pasi është shmangur pak sa kundërshtarit dhe e çon topin në trekëndshën e majtë e portierit Mysafir, 3-1 për Vllaznin. Përsëri Gokaj, Tafili, pranë golit 4. Ndeshja është e tëra nën kontrollin e Vllaznisë. Tafa, Tafili, Gokaj, Çokaj dhe Boshti, kjo është pesja formacionit parë që po luan Vllaznia në këto momente, kur në stol është duke drejtuar në rolin e trajnerit, drejtori sportiv Arben Xhaferi. Deri përpara pak çastësh ishte edhe trajneri Alci Tafili në bankinë, por tashmë zgjodhi që të jetë në fush. Tafili. Gokaj për Vllaznin me Boshtin ka kombinuar dhe gati Çokaj e çon në rrjet. Tafili, Çokaj, Tafili, flagrante kjo mundësi e Vllaznisë. Tjetër gol i shënuar nga forcat e armatosura, këtë radhë nga kapiteni i kësaj skuadre me numër 12 të Marius Braculla, e ngushton rezultatin në 3-2. Ndryshe nga çfarë parashikoj, se do të ishte një dominim i plot i Vllaznisë, në fakt edhe është. Shifrat flasin të kundërtën, 5 gola të shënuar në 10 minutin e parë, 3 në portën e Mysafirëve dhe 2 në portën e Vllaznisë. Një rezultat i ngushtë ky. Sa duket se forcat e armatosura kanë ardhur ndryshe në Shkodër nga takimi
i fazës parë kanë riparuar shumë me lojën e tyre dhe këtë tregon rezultati. Përse janë ato në aksion. Përsëri ekipi Mysafir. Gjujtje potente duke si topi ka kaluar vjen fatale u duk ndoshta por gjyqtar janësor kolegu Istolaj Cubashi ishte në vit të drejt ndoshta ka dalluar më qatë me nga pozicioni që kemi na u duk si topi kaloi vjen fatale por jo. Pushim i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Arben Xhaferi së bashku me kolegun e tij Alcid Tafili duke se kanë diçka për të diskutuar sepse vetë rezultati e bën një gjë të tillë për të analizuar takimin. Me 2 për Vllaznin pas kësaj gjujtje mjeshtrore të Xhahysës. Mes fundit faset golashinues dhe Xhahysa është Riges Xhahysa shumë i njohur, kemi thënë më herët në futbollin e madh, tashmë është bashkuar futsallit Shkodranës dhe ka regjistruar golin e parë të tij në karrierën futbollistike të futsallit. Tafili, Xhahysa, skuadra kundërshtare zoton topin dhe kërkon golin e ka shënuar. Goli i tretë nga numri 7 Igli Demergju. Shikoni çfarë ndeshje, 7 gola për 12 minuta. Përsëri ekipi Mysafir për topin vjenësore. Përsëri topi për skuadrën Mysafire. Top i shpërtruar nga ekipi Mysafir.
Gokaj. Toka si kjo gjujtje e Gokajt, ka përfunduar vetëm pak centimetra larg pingullës së majt të portierit Mysafir. Janë miqë nga Tirana, i forcave të armatosura që nisin të aksion, por e shpërdoruan. Gjahysa, Gokaj, Shokaj, 4-3 është rezultatin e favor të Vllaznisë, kur luhet minuta e 14 për pjesën e parë. Topi përsëri për Vllazninë. Tafili. Një rezultat të nderuar shikues të Video Sport, një rezultat i ngushtë. 4-3 për Vllazninë, kur kemi parasysh edhe disnivelin mes të dy skuadrave. Vllaznia kryesuese, kampione në fuqi dhe pretendente kryesore për titull, me forcat e armatosura në vendin e fundit. Shikojmë tashmë Gokaj në këtë goditje dënimi. Gokaj me Tafilin që trondit pingullën e majt e portierit kryeqytetës. Një kombinim ideal. Semir Gokaj asi Tafili. Ky fundit goditi fluturim dhe topi i tij shkoi drejt për drejt në shtyllën e majt pingullit e portierit Mysafir. Gjahysa, Gjoklej, top për Tafilin. Shpërdoren Vllaznia këtë mundësi, ka katuar faul në të moment të Gjoklej. Faul disi ka vullnetshme, por të dëgjohet ishte faul. Gjyqtari Stolaj ka vërshëdhyer në favor të ekipit Mysafir. Gjeri Tafa zotron topin. Tafa, Tafili, Gjoklej, Shokaj dhe Gjahysa në këtë moment e luajnë në formacionin e parë të ekipit Kuq Blu. Si shtam, sot luan me uniformat e bardha, por me shirita Kuq Blu. E fort kjo gjujtje e Gjahysës, se duket që stafi teknik ka vendosur të jap minuta të konsiderueshme në këtë ndeshje, duke kërkuar prej tij që të ambientohet dhe të afirmohet akoma më shumë në favor të skuadrës së futsallit. Ka pako që është bashkuar me ekipin e futsallit, por në një farë mënyrë ka pasur mangësi në ambientimin nga futbolli i madh tek futsalla. Çardaku, një tjetër i ri, sapo rikthyer në formacion, e nisi nga minuta e parë. Madje shënoi në fillim. Topi për ekipin Mysafir, nis ky aksion, por është Çardaku që ka thyer aksionin. Kujtojmë që Vllaznisë i mungon në këtë ndeshje dhe në disa ndeshje të këtij sezoni. Një nga lojtarët e tij më të mirë është Ari Diapagjia, ai i cili ka qenë protagonist në sa ndeshje për ekipin e Vllaznisë së futsallës, por për arsye dëmtimi është jashtë fushës së lojës. Gjoklaj, Shokaj. Vllaznia ka alternuar në mënyrën më të mirë
ka alternuar përvojën me rinin e Çokaj, gjithë një Çokë kërkon në Tafilin që gjuan me forcë, ku ngulmon Vllaznia. Përsëri Vllaznia ngulmon përpara portës kundërshtare, atje është topi. Çardaku e rimerr Vllaznia topin dhe e humb në çast, por e humbin edhe futbollistët miq. Minuta 16 drejt mbylljes, rezultati është 4-3 për Vllaznin në pjesën e parë të takimit Vllaznia, forcat e armatosura, kampionati kombëtar i futsallit shqiptare, java 6. Çardaku Vllaznia ka aksion. Tafili kërkon kombinimin me Çardakun, pastaj është Çokaj sërishmi. Çardaku dhe finalizon Çokaj golin e 5, pra një kombinim tresh. Tafili, Çardaku, Çokaj, i cili finalizoi duke shënuar golin e 5 të minutën e 17 të pjesës së parë. Vllaznia 5 dhe forcat e armatosura 3. Çokaj është Gjokte, më falni. Vllaznia ban golit 6, ka gjuajtur Samir Hyseni dhe aty pranë ka qenë edhe Çardaku. 6-3 për Vllaznin. Shkëputet Vllaznia. Me 3 në të momente pas kësaj gjuhëtje ballore të Gjoklaj. Shpërthen Vllaznia e futsallit. E ka ruajtur për 5 minutin e fundit shpërthimin e saj, duke shënuar disa gola rradhazi dhe duke e rikthyer avantazhin të shpërbincën dhe pa tjetër që për të mos e lëshuar më, pas ati avantazhin në fillim për ekipin mysafir, por dhe të një rezultatet të ngushtë për disa momente, deri në 4-3, tashmë 7-3 për Vllaznin. Çardaku, faul në favor të ekipit të Vllaznis, ka sinjalizuar luftari Arlind Subashi. Goditje dënimi në favor të ekipit të Vllaznis është Alcid Tafili pranë topit. Ai do të shohim, do të ekzekutojë drejt për drejt apo kombinacion siç kemi parë më herët. Tafili kombinon me Hysenin. Dhe topi goditet së fundmi nga Çardaku jashtë portës mike. Gjoklaj. Përsëri Gjoklaj në rolin e kapitenit në fillimin e ndeshjes. Topi në favor të skuadrës Kuqi Blu. Mbul Tafili nga Krahim Majt. Ka ndyrë skuadra mike, topi përsëri për Vllaznin. Tafili Çardaku kombinoi njëri me tjetrën. Hyseni. Çardaku.
kapiteni Tafili. Top për Çardakun, në krahun e majt. I kanë ndërhyrë futbollistët miq, cilët e zotrojnë topin dhe nisin këtë aksion. Shpërdoron skuadra kundërshtare këtë aksion në fundin e pjesës së parë. Një superkthes gërshër atje e Gjoklejt pas një pasi të dhënë nga porta, nga portieri Maldin Tafa, tentoi të bëjë mregullin përmes një spektakli atje Gjoklej, por topi nuk ju bindi të shkuar në portën Mike. Është minuta fundit e pjesës parë, Vllaznia 7 dhe forcat armatosura 3. Tjetër aksion i Vllaznisë. E fort kjo gjujtje e Hysenit, por përfundon jashtë. Janë sekondat e fundit të pjesës parë, sulmon skuadra mysafire e forcave të armatosura, edhe 59 sekonda për të mbyllur dhe një rast i volitshëm për skuadrën mysafire, gati të vështrojnë gjyqtarët dhe ka ardhur sinjali i dyshës së gjyqtarëve, Albano Stolaj dhe Arlin së bashku me gjyqtarin e tavolinës Jetmir Podgorica kanë mbyllur pjesën e parë të nderuar shikues, që si sendoqet u mbyll me avantazhin e ekipit të Vllaznisë me rezultatin 7-3. Vetëm pak minuta pushim, mos u largoni dhe do të jemi përsëri së bashku me transmetimin e Veriu Sport për pjesën e dytë të sfidës javës së 6 të superiorës së futbollit në shqiptar, Vllaznia forcat armatosura. Deri atëherë, mirupafshim.